sot 27/11/2025. Vazhdojmë me kurumin, me votim. Hapet votimi për pjesëmarrjen. Kush e sa dhe mos? Kush e qune? Nuk funksionon jeta, vazhdo. Lepi dhe qikit. Sikur, s'lo ka lepi pra që ti t'i shnoj. Ermira Urupi, Gurosh Stafa, Imelda Sejdini, Hektor Çiftja, Jana Zeqiri, Altin Gjorduni, Eva Bica, Lutfi Lala, Luiza Popja. Jemin Tata, Esmeralda Mallosi, Lediana Pisha, Shefqet Bullari, Afrim Qosja, Briseida Gjozaj, Arber Haxhiu, Enoreta Ferra, Shpëtim Lapushi, Zana Rapa, Recep Kaçuli, Areta Kumria, Rudina Mita, Andi Shtylla, Doris Madhi, Ergjys Muzhaqi, Mimoza Trimi, Valbona Balliu, Artan Kana, Armanda Murati, Armonela Marku, Eugeni Saj, Aurora Domini, Naim Meta, Majlinda Kaçuli, Zamir Muzhaqi, Bianca Qopja, Altin Meqja, Erion Murataj, Eristina Shushku, Indrit Abdia, Lumturi Hasa. Sa I bëmë shumë? Me kemë është... 27. Ajo e kartë Shushku, çfarë tjetë këna? 27. 27 e vëllë. Më shumë se gjithë, e be 25 më duke dekë. Po nuk më mëron vetëm tatë të apo? Okej. Kurumi është, jemi 37 vetë në sallë. Vazhdoj me miratimin e rendit të ditës. Kush është pro? Hapet votimi. Mbyllet votimi. $32 pro, abstenim s'ka, kundra 0. Miratohet rendi ditës. Kalojmë ke pika 2, miratimi për zhërvalet të muajit tetor, 22/10/2025. Hapet votimi. Bëni kujdes, votoni, se jeni 37, dalin 32. E ke kartën? Lutem, s'ka.
Mbyllet votimi. Më fal. Edhe herë, hapet votimi. Mbyllet votimi, 32 pro, 1 abstenim. Po lene më të shinë lera hatë. Po lene më që ke? Po kanë dy herë që të pus. Po ju sugjeroj edhe një herë, ju lutem votoni se jeni 37 sallë dhe janë 2-3 veta që nuk e kanë klikuar butonin. Bukuroshi, atëherë ta përsërisim këtë, të lutem. Ta përsërisim dhe herë thash. Miratimi për Gjezebalit të muajit tetor ishte 2/10/2025. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro, 3 abstenim. Kalon dhe për Gjezeballi. Mos heqi një kartën nga pajisjet. Hektor nuk e votuar. S'ka problem. Ju mund të votoj kundër. Po le të shpreh, as abstenim, po ka 3 variante, nuk thotë hiç fare. Se s'po e the për këtë ne, na 3 që jemi këtej kemi detyrim, po jo ose kundra. Kalojmë ke pika 3 për dhënien e ndihmës për mandatin. Unë nuk e di, ajo kemi të bëjmë me një pikë që është zëvendësimi i një antarit të Këshillit që është larguar. Kush është? Po, Zoja. Atëherë Zoja Eliza. Një sekond. Jo. Arri. Po faleminderit zoti kryetar. Kushtet e betimi. Të nderuar kolegë këshilltar, Komisioni i mandateve dhe i përbër nga Luiza Popja kryetare, Rudina Mita nën kryetare dhe Fatmir Vodollari sekretar, morin shqyrtim projekt vendimin për dhënien e mandatit zonjës Eriona Ibrahim Jauri. Pas deklarimit marrimit para kohët mandatit këshilltarit Blendi Himçi, i cili dha dorëheqjen, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas kryerjes procedurave përkatëse ka marrë vendim për plotësimin e vakancës me kandidaten Eriona Ibrahim Jauri si kandidat i radhës nga lista shumë emërore e subjektit zgjedhor Koalicioni Bashkë Fitojmë. Vendimi i është përcjell Këshilli Bashkiak me shkresën numër 6841 datë 30/10/2025 për vazhdimin e procedurave për dhënien e mandatit. Për sa më sipër, bazuar në ligjin për vetëqeverisjen vendore, Komisioni i mandateve dhe rregullore si propozon Këshillit Bashkiak votimin për dhënien e mandatit të zonjës Eriona Ibrahim Jauri. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Jo, lutem. Do lexohet se ka sjellur ajo. A miratoj për të lexuar betim, formulën e betimit. Po. Keni drejt. Jo, ulu. Kush është pro? Për dhënien e mandatit? Kundra? Abstenim? Atëherë, mbyllet votimi. 36 pro, 1 abstenim. Formula betimit.
Betohem në nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën e antarit të Këshillit Bashkiak dhe do t'i bindem Kushtetutës dhe ligjeve. Betohem se në të gjithë veprimtarinë time do të udhëhiqem nga interesat e shtetësave të Bashkisë së Elbasanit dhe do të punoj me ndershmëri për kushtim për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies së tyre. Atëherë mirë se erdhët, suksese dhe punë bashkërisht. Kalojmë ke pika 4 për dhënien e ndihmës ekonomike nga Fondi i Bashkisë për muajin tetor 2025. E njëjta gjë është dhe pika 4.1 për dhënien e ndihmës ekonomike nga Fondi i Kushtuar për muajin tetor 2025. Po, përshëndetje. Për muajin tetor, nga fondi i bashkisë kemi 105 familje që përfitojnë, nga 87 që ishin për muajin shtator, dhe nga fondi i kushtuar kemi 266 familje nga 254 që kishte për muajin shtator. Familjet e larguara janë ato që aplikojnë sistem dhe ato që nuk kanë plotësuar kriteret. Besoj se nuk ka ndonjë problem, them ta hedhim votim për të dyja, edhe nga fondi kushtëzuar dhe nga fondi i bashkisë. Ka ndonjë problem? Atëherë, hidhim në votim pika 4. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Të 36 pro, 1 abstenim. Kalon pika 4. 4-1. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 35 pro, 1 abstenim, 1 kundra. Kalon dhe pika 4.1. Kalojmë tek pika 5 për disa ndryshime në nivelin taksa dhe tarifa vendore të Bashkisë së Elbasanit për vitin fiskal 2026. Zoti kryetar, shkurt. Faleminderit zoti kryetari i Këshillit Bashkiak, më lejoni në fillim t'ju uroj punë të mbar dhe në fakt paketa fiskale e cila është propozuar sot për të miratuar nga Këshilli Bashkiak është edhe baza ose themeli të ardhurave vendore. Kuptohet, ne këtu kemi tarifat e përgjithshme, të cilat në thelb janë shërbimet që ofron bashkia, ku zërin kryesor patjetër janë tarifa e pastrimit, tarifa e gjelbrimit në qytet, tarifa e ndriçimit, apo tarifa e mirëmbajtjes së rrugëve rurale në zonat rurale, dhe patjetër të ardhurat sekondare të bashkisë, ashtu siç janë për parkimet, për të ardhurat të tjera që vijnë nga taksat dhe tarifat e infrastrukturës, por edhe taksat e banesës, të cilat janë tarifat të cilat miratohen me ligj. Kjo paketë fiskale është konsultuar në fakt me të 18 njësitë administrative. Këtë vit, ashtu si edhe vitet e tjera, kemi bërë konsultimin publik me qytetarët për në buxhetimin e pjesëmarrje dhe në paketën fiskale. Qëllimi i përgjithshëm i paketës fiskale është që të barazohen shpenzimet që ne kemi për shërbimet që ofrohen, pra që mbulohen nga tarifat, me tarifat të cilat mblidhen nga qytetarët apo me tarifimin e drejtë. Gjithashtu, shumë shërbime të cilat ofron bashkia janë kostuar dhe ashtu si çdo vit kanë një rritje për të vërtetën të disa nga tarifave të cilat edhe për shkak të rritjes së kostove. Megjithatë, paketa fiskale është konsultuar me qytetarët, është konsultuar me bizneset, është konsultuar me organizatat jo qeveritare, është konsultuar me grupet të ndryshme të interesit dhe patjetër që është parë edhe nga mbledhja e komisionit të Këshillit Bashkiak. Deri tani ne nuk kemi pasur asnjë kundërshtim me shkrim nga paketa fiskale, as për ndonjë sistemim të mundshëm që mund t'i bënim disa zërave, por as edhe për kundërshti. Megjithatë, kjo paketë fiskale do të vazhdojë dhe buxheti i Bashkisë së Elbasanit do të vazhdojë të mbështesë shtresat në nevojë. Në këtë paketë fiskale ne vazhdojmë dhe mbështesim familjet me ndihmë ekonomike, të cilat përjashtohen nga tarifa e pastrimit, gjelbrimit, ndriçimit
dhe tarifat për mirëmbajtjen e infrastrukturës në njësitë administrative. Përjashtohen nga familjet që figurojnë me banim në territorin në Bashkinë e Elbasanit, të cilat janë të regjistruara në regjistrat e Bashkisë së Elbasanit, por që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë prapë për emigrantët. Atë që ne kemi thënë gjatë gjithë kohës që dhe kemi bërë dhe debatet vazhdueshme, në fakt edhe në paketat e tjera fiskale, apo edhe nga ankesat që kemi pasur me qytetarët, kur ato nuk jetojnë në Shqipëri, pra janë emigrantë, por e kanë gjendjen civile në Shqipëri, ne këtë herë kemi përjashtuar edhe ato nga tarifa e pastrimit, gjelbrimit dhe ndriçimit, jo nga tarifa e pasurisë. Tarifa e pronës nga ato nuk përjashtohen, por nga tarifa e pastrimit, nga tarifa e gjelbrimit përjashtohen të gjithë emigrantët të cilët janë familje, pra e gjithë familja ndodhet jashtë vendit. Kjo edhe për arsye të mos ngarkimit të këtyre familjeve të cilat kanë vite që janë shkëputur nga Elbasani dhe nuk kanë më kontakte drejt për drejt me strukturat e qytetit, dhe patjetër që është një gjë e mirë që po bëhet. Ne kemi bërë edhe rregullime, sistemime të këtyre në vazhdimsi edhe vjet kemi bërë një risistemim të pritshmërive tona për tarifat e mbledhura, ku a priori dhe detyrimisht sipas ligjit edhe emigrantët të cilët jetonin jashtë vendit duhet të tarifohen. Ndërkohë, në këtë paketë fiskale ne i propozojmë Këshillit Bashkiak që emigrantët ose shtetasit shqiptar dhe qytetarët e Elbasanit të cilët jetojnë jashtë vendit familjarisht, pra e gjithë familja ndodhet jashtë vendit dhe punon atje, ka krijuar jetën atje, të përjashtohet nga tarifat vendore. Pasi shërbimin ne nuk ja ofrojmë, ato nuk përfitojnë nga shërbimet që ofron Bashkia, dhe patjetër që është një tarifim i drejtë për sa kohë që ato nuk ndodhen në territorin e Bashkisë së Elbasanit. Gjithashtu, personat me aftësi të kufizuar, invalid, tetraplegjik, paraplegjik, të verbër, kur janë krye familjar dhe nuk kanë persona të tjerë madhor në familje, me përjashtim të bashkëshortit bashkëshortes, përjashtohen nga tarifat e pastrimit, gjelbrimit, ndriçimit dhe tarifa për mirëmbajtjen e infrastrukturës në njësitë administrative. Tregtarët ambulant në tregjet e miratuara nga Bashkia e Elbasanit përjashtohen nga tarifa e pastrimit, e ndriçimit dhe e gjelbrimit. Subjektet me objekt veprimtarie turizëm të tipit punime artizanale, shitje suvenirësh, bare, restorante të kulinarisë tradicionale dhe të ngjashme me to, që ushtrojnë aktivitetin e tyre brenda mureve perimetrale të territorit të kalasë së Elbasanit dhe që janë deri në 40 metra katror, përjashtohen nga tarifa e pastrimit, ndriçimit dhe gjelbrimit. Kuptohet, kanë procedurat përkatëse të cilat duhet i ndjekin të gjitha rastet e përjashtimit në mënyrë që të përjetojnë nga përjashtimi. Por ne kemi dashur edhe në vitin që kaloi, ne kemi tashmë një praktik ku duam të mbështesim bizneset të cilët ofrojnë turizëm në Bashkinë e Elbasanit, pra kanë një qasje për turizmin në Bashkinë e Elbasanit dhe të përfitojnë nga tarifat vendore të lehtësuara dhe të falura. Të gjitha subjektet të cilët kanë një aktivitet dhe ushtrojnë brenda 40 metrave katror në kalan e Elbasanit, që është një sipërfaqe kryesisht për biznes të vogël dhe me efekt turistik, të përjashtohen nga tarifat vendore, ashtu siç janë gjelbrimi, pastrimi dhe ndriçimi. Kuptohet, kjo është një mbështetje dhe një mbështetje që jep Bashkia e Elbasanit, që japim ne të gjithë për bizneset të cilat të reja, të cilat duhen të hapen brenda mureve perimetrale të kalas, por kuptohet të jenë në standardin e zhvillimit turistik, ashtu siç edhe ne duam që të bëhet kalaja e Elbasanit dhe ashtu siç po punojmë me një projekt shumë të mirë për rivitalizimin e kalasë së Elbasanit. Kjo është një mbështetje fiskale ku shtresat në nevojë janë të përjashtuara, pensionistët e vetmuar janë të përjashtuar, emigrantët ose shtetasit shqiptar të cilët jetojnë jashtë vendbanimit, jashtë vendit dhe janë me gjendje civile në Elbasan, por banojnë me dokumenta të rregullta dhe familjarisht në një vend tjetër nga Shqipëria, në një shtet tjetër, edhe këto përjashtohen nga tarifat e pastrimit, gjelbrimit, pra dhe nga tarifat të cilat ofron ngarkohen nga Bashkia e Elbasanit. Gjithashtu, janë përjashtuar organizatat jo fitimprurse nga tarifa e ndriçimit, pastrimit dhe gjelbrimit, të cilat nuk kanë kryer aktivitet ekonomik gjatë vitit paraardhës. Këto janë një sër nga
tarifat, të cilat ose subjektet të cilat përjashtohen. Ne Bashkia e Elbasanit vazhdon të mbetet një bashki e cila në fokus ka mbështetjen sociale dhe patjetër që qyteti i Elbasanit ka qenë gjatë gjithë kohës dhe është një qytet i cili i mbështet shtresat në nevojë, i mbështet subjektet të cilat merren me organizatat e ofërtimprurëse të cilat merren me ndihmën e shtresave në nevojë dhe patjetër që kanë një mbështetje të pakushtëzuar nga qyteti. Kuptohet pjesa tjetër e tarifave, pra ato të cilët janë në punë, janë në qarkullim ekonomik, do të kërkojmë një rritje të vazhdueshme për disa nga tarifat, të cilat ashtu siç është tarifa e pastrimit, tarifa e ndriçimit, të cilat janë dy tarifat kryesore. Tarifën e pastrimit ne kemi propozuar që të rritet në qytet me 400 lek në vit, ndërsa në fshat tarifa e pastrimit të rritet më pak, të rritet me 13%. Tarifat në thelb janë baza ekonomike e bashkisë dhe patjetër që do të jenë dhe do të mbeten një nga aktet kryesore për buxhetin dhe për stabilitetin e bashkisë së Elbasanit. Ne vazhdojmë mbetemi një bashki me performancë shumë të mirë financiare, ku jemi renditur në fakt dhe nga bashkitë e mëdhaja e para dhe për sa i përket fondit të performancës dhe performancës që kemi bërë. Do të vazhdojmë të kemi në fokusin ton stabilitetin financiar, pa ndikuar tek zhvillimi infrastrukturor dhe tek mbështetja për infrastrukturën. Gjithashtu, disa nga tarifat të cilat preken me ndërtimin, edhe ato janë ripar, është futur një model i ri për të thënë vërtetën në këtë paketë fiskale, ashtu siç është futur, po futet gjerësisht në të gjitha bashkitë, ashtu siç janë dhe bashkitë e mëdha, Bashkia e Tiranës apo KKT-ja, ku për shërbimet të cilat ofron bashkia, patjetër që do të ketë edhe tarifën e vet të administratës. Koncepti jon është që të kemi shërbime më cilësore, të kemi një shërbim më të mirë për qytetarët, nuk kemi dashur në asnjë rast të bëjmë rritje të tarifave në mënyrë disproporcionale, por të kemi një tarifim të drejtë dhe të kemi një tarifim korrekt për bazë të tarifës. Do të vazhdojmë edhe në këtë vit fiskal, pra në vitin 2026, do të vazhdojmë të mbulojmë nga të ardhurat të tjera përsëri një pjesë të ndriçimit dhe një pjesë të kostove që ne kemi për trajtimin për mbetje dhe për trajtimin e mbetjeve. Do të vazhdojmë të mbështesim shtresat në nevojë, ashtu siç i kemi përjashtuar në këtë paketë fiskale shtresat në nevojë nga tarifat dhe patjetër që të bëjmë dhe një balancë ndërmjet të ardhurave dhe investimeve, por edhe shpenzimeve të cilat kërkohen. Vitin tjetër do të kemi, ashtu siç besoj të gjithë jeni informuar, do të ketë edhe një rritje të rrogës minimale nga 40.000 lek në 50.000 lek, gjë e cila prek drejt për drejt pjesën më të madhe të administratës së bashkisë, të punojësve të bashkisë dhe të shërbimeve të cilat ne nënkontraktojmë. Ajo që kemi bërë dhe që po bëjmë vazhdimsi, edhe tani që po përgatisim për buxhetin, të cilin shumë shpejt do i kemi gati dhe do ta konsultojmë bashkarisht, është që ne të kemi shpenzimet të barazohen me të ardhurat apo të mbulojnë kostot e veta gjithë secila nga strukturat tona. Pra, struktura ndërmarrjes punëve publike për shërbimin e rrugëve rurale, ne kemi pas aty një rritje të vogël të tarifës së mirëmbajtjes së rrugëve rurale, por përsëri është jashtëmase shumë e madhe pjesa të cilat ne si Bashkia e Elbasanit fusim nga të ardhurat të tjera për mirëmbajtjen e rrugëve rurale, ndërkohë që e shohim të pamundur sa do të arrisim tarifën për mirëmbajtjen e rrugëve rurale, tarifa të kapi koston e mirëmbajtjes së rrugëve rurale. Ndërkohë edhe për kanalet Kulluse dhe Vadice, në fakt ka qenë një nga periudhat me intensitetin më të lartë të shiut dhe në territorin e Bashkisë Elbasanit kemi pasur thuajse 0 përmbytje. Kjo për shkak edhe të një pune që është bërë nga ndërmarrja e punëve publike rurale për pastrimin e kanaleve Kulluse në mënyrë që të mos kishim problematika. Ndërkohë patjetër që ka ardhe një kosto, ka dhe një kosto pastrimi kanaleve Kulluse dhe Vadice, një kosto e cila nuk plotësohet nga të ardhurat të cilat vinë nga shërbimi që ofrohet,
për ne vazhdon të mbetet bujqësia dhe fshati në prioritet absolut dhe do të vazhdojmë të mbështesim përsëri pjesën e bujqësisë, sidomos për kanalet kulluese dhe vadice me të ardhurat të tjera për shërbimet që ofrohen. Sa do t'i rrisim përsëri tarifat e vaditjes apo të kullimit, përsëri ato nuk do ta plotësojnë dot koston të cilën e kemi për pastrimin e tyre. Pasi është bërë një punë e madhe dhe vazhdon të bëhet një punë e madhe për pastrimin e kanaleve kulluese vadice dhe tarifat janë shumë larg kostos që ne kemi. Megjithatë, duke pasur një kosto dhe një shërbim më të mirë, patjetër që kemi kërkuar të rriten edhe disa nga tarifat në mënyrë proporcionale, disa nga tarifat që ne ofrojmë për shërbimin e kullimit dhe të vaditjes. Kemi pritur në fakt, kemi folur dhe kemi diskutuar edhe me disa nga këshilltarët që kishin edhe një propozim për ulje në një tarife, jemi plotësisht të hapur për ta diskutuar dhe për ta mbështetur çfarëdo lloj sugjerimi që do ketë për sa i përket pjesës së tarifimit në zonat rurale. Ndërkohë, po punojmë për të futur një sistem të ri të tarifimit të ndriçimit, kemi rritur sipërfaqen e ndriçueshme gati me 23 nga 23 deri në 33 kilometra në sipërfaqe të ndriçuara, gjë e cila kthehet në një kosto, pra në një kosto për faturat që ne paguajmë për energjinë elektrike, gjë e cila patjetër kërkohet që të pasqyrohet edhe tek tarifat përkatëse. Po mendojmë një model tjetër, të cilën duam ta fusim në 6 mujorin e dytë në fakt të vitit 2026, ku patjetër po punojmë për një projekt në mënyrë që në zonat rurale, aty ku ofrohet shërbimi i ndriçimit, të mblidhet vetë nga fshati ajo që konsumohet. Sot asnjë nga fshatrat ton nuk arrin dot të mbuloj koston e faturës së energjisë elektrike për ndriçimin e tyre. Është një gjë tjetër qyteti ku ndriçimi përdoret nga shumë veta, përdoret edhe nga ato të cilët vinë nga zonat rurale dhe kanë shërbimet në qytet, ashtu edhe nga vetë qytetarët, ndërsa në zonat rurale, aty ku nuk konsiderohen si zona turistike, si mund të jetë Gjinari apo Funari, ku ka dhe të mbulohen dhe nga të ardhurat të tjera nga turizmi, do të përpiqemi që të konsultojmë bashkërisht bashkë me Kryepleq dhe me komunitetin një model të tarifimit përkatës për faturën e energjisë nga vetë fshati, pra nga vetë zona rurale. Në këtë mënyrë ne do të jemi shumë herë më të hapur edhe për të shtuar investimet në fshat, por edhe patjetër për të paguar çdo fshat faturën e vet të energjisë elektrike me plejsinë e vet dhe me kryeplakun, ashtu siç funksionon edhe sot në fakt për mbledhjen e tarifave të caktuara lokale. Paraprakisht kjo është një pjesë e paketës fiskale. Vazhdojmë, ashtu siç e thash edhe në fillim, vazhdojmë dhe do të vazhdojmë të mbetemi një bashki sociale, ku qëllimi jon kryesor është që të mbulojmë kostot që ne kemi për shpenzimet administrative, t'i mbulohen nga tarifat ashtu siç e kërkon edhe ligji. Për tarifat të caktuara, ashtu siç është, siç e thash, dhe tarifa e pastrimit, ku flitet për pastrimin e qytetit, fshatit dhe të trajtimit të mbetjeve, përsëri do të kemi një mbështetje nga qeveria dhe nga të ardhurat të tjera të buxhetit të bashkisë. Ndërkohë edhe tarifa e ndriçimit, përsëri pavarësisht se kemi propozuar një rritje, përsëri do të ketë mbulim të tarifës të kostove nga të ardhurat sekondare, nga të ardhurat të tjera të bashkisë. Gjithashtu, do të vazhdojmë dhe po përgatitemi që në edhe buxhetin tjetër të kemi një sër paketash investimi për ta kthyer, për të vendosur panele fotovoltaike dhe energji të rinovueshme për sistemet tona të konsumimit të energjisë, ashtu siç janë institucionet apo edhe zona të caktuara të rurale. Faleminderit zoti kryetar. Zoti Lara. Faleminderit zoti kryetar. Fjala për kryetarin e komisionit. Ta diskutojmë? Po. Ose ne fillon. Kush është kryetar komisionit? Okay. Realisht kryetari kanë bërë një analizë thellësishme të ndryshimeve që ka pësuar te tarifat të Bashkisë Elbasanit. Është një grup pune që ka ngritur bashkia për të parë disa tarifat të paketës fiskale të vitit 2026 dhe grupi punës ka sugjeruar këto rritje që shkojnë nga 11.3 deri në 20%. Realisht edhe taksa e pastrimit që ndoshta ndikon në shifra absolute, dikush mund ta
përdor edhe politikisht, por po të shikojnë tabelat krahasuese të 10 bashkive kryesore, Bashkia Elbasan ka tarifën më të ulët të pastrimit. Kur të tjerë dhe ka nga 40.000, 50.000, 35.000, tek ne shkon 20.000. Pra, Drejtoria Përkatëse ka bërë një analizë të hollësishme të kostos, ka bërë tabelat krahasuese të shtimit të shërbimeve të pastrimit për vitit 2024-2025, i krahason ato me 2025-2026, dhe po shikojnë tabelat krahasuese ka një shtim të elementeve të shtimit të pastrimit që tregon që do të ketë një cilësi pastrimi më të mirë për qytetarët, prandaj është e justifikueshme edhe kjo rritje e tarifës. Tarifa tjera, pak a shumë ju i keni në dispozicion, kanë rritje jo më shumë se 20%, qëllimi ka qenë që të shkojnë drejt kostave reale, tarifa duhet mbulojnë kostat reale të shërbime përkatëse, dhe këto shërbime dhe këto tarifa do të përkthehen pastaj në të ardhura që do të përmirësojnë në shërbimet përkatëse në këto tarifa. Nuk dua të zgjatem sepse kryetari përmendi tërë tarifat dhe ne jemi dakord që të votohet. Faleminderit zot Sheqet. Po. Kryetarët e grupit. Po zoja Bianca. Përshëndetje. Sot po diskutojmë faktikisht një paketë fiskale që tregon shumë qartë jo nevojën financiare të bashkisë, por nivelin e keqeverisë së saj. Të fillosh me një rritje 20% të taksave është vulosje e paaftësisë kësaj bashkie. Në vend që të ulni shpenzimet, ju i rrisni taksat qytetarëve të Elbasanit. Në vend që menaxhoni më mirë, mbuloni gabimet me këto rritje taksash. Po flisim për një rritje taksash për pastrim. Për çfarë pastrimi? Se qytetarët çdo ditë shikojnë kosha të mbushur plot. Çdo ditë hasen me plera kudo në rrugë, me lagje të tëra, të cilat janë në mëshirë të fatit. Dhe mbi të gjitha një pyetje është me çfarë fytyre i paraqiten qytetarët me këtë rritje taksash? A i keni rritur ju shërbimin me këtë rritje taksash? A është ju shërbimi i ndriçimit? A është ju shërbimi i pastrimit? Kur pastrimi sot tek ne nuk ka as mjetet e duhura, ka kontrata të cilat vazhdojnë dhe nuk mbikëqyren nga askush. Ju dakord, mund t'i keni numra për të kaluar paketë fiskale, siç bëni shumë në shumë raste. Por nuk mund ta shisni këtë paketë fiskale si diçka normale për qytetarët. 20% nuk është as pak një vlerë e vogël për rritjen e taksave qytetarëve. Do bëni mirë, do thoja, që kur bëni këto tilla rritje taksash, të bëni një analizë të detajuar mbi të gjitha dhe t'i shfaqni këto analiza. Dhe kur ju çohen kërkesa, të keni minimumin e qytetarisë dhe respekti për t'i kthyer përgjigje. Patjetër do jem gjithmonë kundër këtyre rritjeve të taksave qytetarë për sa kohë nuk ka një rritje të shërbimit në këtë qytet. Faleminderit. Faleminderit juve. Zoja Doris. Duhet pranoj që në Komisionin e Ekonomisë pati një debat shumë të hollësishëm për sa i përket nivelit tarifave. Dhe gjithashtu në sensin profesional duhet pranoj diçka që është një institucion siç është bashkia apo edhe më lart siç është qeveria nuk mund të funksionojë buxheti nëse nuk ka mbledhje të ardhurash dhe vetmja mënyrë e të ardhurave janë taksat edhe tarifat. Kur flasim për tarif, flasim për mbulim kostosh dhe sigurisht kur flasim për mbulim kostosh, pretendojmë që të ketë një analizë që unë ju falenderoj që e keni bërë në përmbledhjen e këtij viti ashtu siç unë ju a kam kërkuar në 2 vitet e kaluara, sepse e keni pasqyruar dhe kostot. Por debati jon atë ditë në komision u fokusua diku tjetër. Ju klasifikoni familjet, bizneset kryesisht pastaj, në të vogla me TVSH, të vogla pa TVSH, apo dhe bizneset mëdhaja. Brenda këtyre kategorive, ju përfshini bizneset të cilat
përkufizohen si të tillë vetëm për shkak të fitimit ekonomik që kanë në fund të vitit, e cila sigurisht deklarohet pranë drejtorisë së tatimeve. Duke qenë që bashkia i ka të gjitha instrumentet në dispozicion, sepse ka dhe të gjitha institucionet përkatëse të cilat mund të monitorojnë edhe bizneset, diskutimi im u përshëndrua në faktin që nëse flasim për biznes të vogël, bar, kafe, minimarket, tabakino, fruta perime, jo të gjithë këto, për shkak të nivelit të të ardhurave që kanë, do të thotë që ndosin në të njëjtën mënyrë. Pra, një tarif duhet të jetë proporcionale krahasimisht me ndotjen që shkakton. Pra, një tabakino, dhe diskutuam edhe atë ditë, nuk prodhon një lloj mbetje ashtu siç prodhon një hotel, apo siç prodhon një restorant, apo siç prodhon një agroturizëm. Edhe pse e dëgjova fjalën e kryetarit që tha kjo bëhet në mënyrë të tillë që t'i lehtësohet aktiviteti. Por, nëse bashkia do të monitoronte mirë këto biznese, duhet të proporciononte tarifën dhe jo ta vinte në mënyrë të mesatarizuar. E njëjta gjë ndodh edhe në lidhje me familjet. Jo çdo familje ndot një lloj. Ka familje me 2 pjesëtar, me 3 pjesëtar, ka familje edhe me 10 pjesëtar. Koshat nuk I mbushin një lloj të dyja këto tipologji familjesh. Meqense juve keni njësi administrative, staf mjaftueshëm, pse nuk kategorizoni dhe t'i vi një faturë individuale çdo familjeje? Pse çdo familje duhet paguaj tarifë të mesatarizuar? Ndërkohë që jo çdo familje bëhet pjesë e mesatarizuar e kostos. Dhe një moment I dytë, shumë I rëndësishëm, që u diskutua atë ditë ishte, okej, janë rritur kostot, por ky raport duhet shoqërohej edhe me një raport të mbledhjes së taksave dhe tarifave. Ku jemi sot? Sa përqind e taksave dhe tarifave është mbledhur aktualisht në fund vit nga Bashkia Elbasan? Sepse neve duhet jemi transparent. Këto rritje po mbulojnë humbjet nga vitet paraardhëse apo po mbulojnë vetëm koston për vitin aktual? Ato humbjet që janë nga vitet paraardhëse, kush I mbulon? Kështu që, kryetar, kur flasim për performancë, duhet kemi parasysh edhe ato që ishte, jo vetëm ato që po flasim sot. Ndaj, këto janë 2 kërkesat e mia, edhe uroj shumë me gjithë punonjësit që keni shtuar në organik, ti vini në zbatim. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit, në fakt ne kemi sot një qytet shumë herë më të pastër, ka një monitorim të vazhdueshëm kontratës pastrimit edhe në fshat edhe në qytet. Kemi futur pastrimin edhe në zonat rurale, në gjitha fshatrat, në gjitha zonat, njësitë administrative. Kemi një pastrim më të mirë të qytetit, kemi pasur një periudhë kohe problematika për rrugët të cilët kanë qenë të hapura nga ujësjellsi, ku shërbimi I pastrimit është ofruar pjesërisht. Është e vërtet kjo që ka pasur gjatë periudhës së verës një problematik të tillë, por shërbimi I pastrimit, të lutem, se s'ndërpreva, fole, fleqa deshe, na bëre, keni s'keni, të lutem. Ka pasur një shërbim shumë herë më të mirë, do të ketë vitin tjetër, një shërbim akoma shumë herë më të mirë, do të kemi një pastrim dhe një model tjetër të pastrimit të disa akseve të cilët vitin tjetër ne I marrim me kontratën e rendorëzim, ashtu siç është aksi nga rrethrotullimi I Bradasheshit deri në dalje të qytetit të Elbasanit dhe rruga e vjetër e metalurgjisë ose rruga që çon për fabrikën e çimentos, të cilët në thelb vazhdojnë të mbeten rrugë nacionale, por që I ka marrë Bashkia e Elbasanit për menaxhimin dhe në pronësi, kështu që duhet parashikojmë, kemi parashikuar edhe aty një pastrim të këtyre rrugëve me fshes, pasi nuk është e mundur të pastrohet me punëtor. Gjithashtu është parashikuar në të gjitha rrugët e reja të cilat janë shtruar gjatë këtyre viteve dhe për të thënë vërtetën janë shumë në qytet, të vazhdojnë dhe të pastrohen, të kenë një cikël të vetin të pastrimit dhe do ketë një kosto të tyre. Bashkia e Elbasanit është
administrata qendrore ose aparati i bashkisë në thelb vazhdon dhe bën politikat dhe shumë shërbime të tjerat të cilat ne i mund t'i ofroshim me kompani private apo me shërbime të caktuara, ne vazhdojmë t'i bëjmë vetë ashtu siç bëjmë edhe pastrimin e zonave rurale në fshat. Kjo sjell një rritje të kostos së drejt për drejt të punëtorisë, të punëtorëve, pasi është rritur dhe rritet rroga minimale dhe patjetër që dhe ajo mesatare, do të ketë edhe një rritje të tarif të normalisht të shpenzimeve, të cilat automatikisht do pasqyrohen në një shërbim. Kur flasim për rritje, ashtu siç u thash edhe më parë, flitet për 408 lek të vjetra në vit, ose 32 lek në muaj, afërsisht 30 ca lek për një familje për pastrimin. Në qytet, në zonat rurale është patjetër që është më pak. Ndërkohë që do të vazhdojmë të ofrojmë shërbimin e pastrimit edhe në njësinë administrative Tregan, nga njësia nga shërbimet publike rurale, por edhe në një qendrën e Gjinarit, i cili është bërë një investim i ri për të pastruar në vazhdimsi. Ndërkohë, për sa i përket mbledhjes së tarifave, ne kemi qenë shumë transparent, ku çdo vit kemi ardhur në Këshillin Bashkiak, në mos gaboj në muajin mars, kur mbledhen edhe, dhe kemi bërë një raportim të detajuar të mbledhjes së tarifave. Megjithatë, nëse do duhet përsëri kur është data në muajin mars, do ta bëjmë përsëri atë, por nuk është mbyllur viti fiskal, që ne të dalim me një sistem, me një të dhënë të saktë të mbledhjes së tarifave. Është e vërtetë që ka një mënyrë për llogaritje të tarifave të pastrimit dhe të ndriçimit për familje, dhe nuk është marrë për bazë familja me 4 veta, pra është marrë mesatarja, nuk e tarifojmë dot, domethënë që të bësh një model të tarifimit për familje me 1 persona, me 2 persona apo me 5 persona. Është një formulë. Është formula përkatëse e cila merret me familje. Familje të cilat nuk janë në sistemin, pra nuk janë të lidhura me pronën dhe me kontratën e ujësjellësit, automatikisht këto tarifohen nga njësia administrative në bazë të tarifave që janë përcaktuar. Patjetër mund të jetë një model edhe ai, mund të ketë kohë për diskutime. Të lutem, më lë të është një model që mund të merret edhe i parasysh, kur është bërë paketa fiskale dhe është bërë kjo ndarje, jo sot, por me kohë, është marrë një ekspertizë e jashtme për të bërë siç bëhen modelet më të mira dhe mesatarja më e artë. Megjithatë, është një gjë që mund të vlerësohet dhe mund të kërkojë me ekspertizë përsëri për vitin tjetër për të marrë për tarifimet. Faleminderit. Unë do ju kërkoj ndjes, unë duhet të lëviz në ora 2, kështu që do të lejnë në kryetarin këtu. Faleminderit. Zoti Murati. Dakor me flasë, por unë thash i pari do flas. Po i pari jo s'ka lidhje. S'është problem se po flet ti, kam problem me atë unë. Me atë zotrin atje, sepse unë nuk jam tu për të dhënë hapësirë politike njerëzve të tjerë, jam për vetëm time këtu. Jo. Nuk kam unë surrat. Për ratën e kam unë zoti. U këtu jam. Kryetarit PSS. Kush po ngre dorë më shef? Zoti Murat. Po. Në fakt, zoti Lala, duke hedhur një sy kësaj pakete sëre fiskale, po duke dëgjuar edhe parafolësit, më duk veten si në realitet paralel. U fol këtu për përmirësim të infrastrukturës. U fol këtu për pastrim më të mirë. U fol për shtesë në ndriçimi. Në fakt, Elbasani po përjeton një nga momentet e veta më të errta historike për sa i përket infrastrukturës. E në fakt, për sa i përket pastrim gjelbërimit, unë nuk e di, po duhet jemi falenderus zonës rurale, e cila e gjelbëron hartën e Elbasanit, sepse sa i përket zonës urbane, gjelbërimin jo vetëm që nuk e kemi, po dhe atje ku është, turemi ta betonizojmë. U fol këtu për të detyruar fshatin për të paguar vetë ndriçimin. Kaq vite taksa që keni marrë fshatit, ku janë? Ç'a keni bërë për fshatin?
U fol tu që do përjashtohen fshatra turistik si Gjinari, ndërkohë që ai turisti që të shkojnë në Gjinar do duhet kalojnë në Ajdarën, do duhet kalojnë në Mliz, do duhet kalojnë në Leshan, në Shelcan. U fol këtu pastaj për analizë. Po asnjë nuk analizoi se sa të vështirë ja keni bërë jetën qytetarëve të Elbasanit. E kur them ja keni bërë, ja ka bërë e gjithë kasta drejtuese Elbasanit në 35 vite. E nuk ka dyshim që sot është momenti më i keq historik i këtij qyteti. Edhe atyre që kur kanë ardhur në atë karrige, kanë ardhur duke sharë dhe përbaltur punët e atyre që ishin përpara, të cilët sot shkëlqejnë nga atje ku janë në raport me ata që mburren për punë pa qenë. E në fakt, nëse do hym tek shifrat, ku kolegu që raportoi si pjesë e Komisionit Financave tha që qytetet e tjera kanë më të lartë. Po, është e vërtet. Qytetet e tjera kanë tarifa më të larta. Por qytetet e tjera janë qytete. Nuk janë katandisur në fshatrat mëdha me beton si Elbasani. Nuk janë katandisur me hyrje qyteti si kryqëzimi i Cerrikut, dhe për ta mbyllur se dikush u bezdis tu, edhe nuk është se po më intereson shumë se u bezdis, po në fakt duke parë këtë paketë fiskale, merr kuptim ligji 99/70 për barazinë gjinore, cilët klasa politike shqiptare ka miratuar. Faleminderit. Faleminderit ju. Zoti kryetar, me zoti Lala, unë dua që herë tjetër kur të ngrejmë dorën, nuk duhet të jemi subjektiv se ke qefti, ke ulëret më shumë, apo maj farade. Se dhe unë ditë ulëras. Maj farade. Unë do të drejtohem kryetarit bashkisë. Një minut, le e lama pjesë. Po mos e let pjesën ti, po radha është kështu, pasi raporton një përfaqësues i bashkisë, është kryetari i komisionit për katës. Pastaj kryetarët e grupeve duhet të diskutojë dhe unë po tish ato do kisha dhënë fjalën grupit PSS, pastaj ta merret ti. Prap PSS-ja, prap. Edhe kush ta ty? Po pse ti do të bësh politikë tash? Po unë për politikë jam këtu, çaja mos. Si për politikë, ti je për. Unë jam politikë. Jo, nuk je për politikë, politikë shko atje. Po, jo, për politikë jam. Jo, ne jemi për ndërtuar, ti je për. Po unë kam respekt edhe kam i vet pavarësie nga partitë. Që ta dish ti, e kam me zotin Llatja, me kryetarin e bashkisë, me kryetarin që kanë zgjedhur qytetarët pa votën time. Unë di që procesi i buxhetimit me pjesëmarrje nuk duhet ulën deputetët e Partisë Socialiste apo kreu i listës PSS. Aty kratë do të jenë juve që jeni zgjedhur në kryetar dhe punojësit. Deputetët mund të marrin pjesë, po thjesht të jenë si gjus. Po jo, një minutë. Të jenë si të gjus. Ata të morën ty gjithë hapësirën politike, apo hapësirën e komunikimit. Me mbledhje tjetër pash dhe kryetaren e Partisë Socialiste, Zoja Nurupi. Tash i kaj farë, është shkelje e autonomisë vendore, zoti. Po jo tulet në panel, një minutë, ta marroj edhe më thoni që doni. Jo në panel drejtus, dhe di shumë mirë ti. Deputetët mund të marrin pjesë sepse buxhetimi me pjesëmarrje duhet të mbetet zëri i komunitetit dhe jo zjatim i qeverisë qendrore. Një kjo, se nesër pas nesër, se ti po e shef dhe gjithë lojën Tiranë që vinë kështu po e bin Llamarina dhe majtas djathtas, se ka dalë shejtani na shishi atje, do ta ngecin ty, se ti je i zgjedhur dhe ti firmos bashkë me këto zotërit tjerë. Ai Mazniku ja kput vrapit bashkë me deputetët tjerë, se s'ka firmosur. Unë jam për, jo, t'jap men, po dush t'jap e men, pse? Jam aj që shkolluar sa përdhem men ty edhe kryetarit tim edhe kryetarit tënd, po deshe. E para, i keni rrit taksat në fshat, tarifat. Tashi, po tjetë për të kap ty unë nga shprejet, ti e fik qatë GTV-a. Mos jetë ajo t'i zdi të flasfare. E di shumë mirë ti. Po të shof në rrjedha. Tashi, o jeta, lem parti se partia është aty. Duhet kemi një vetë respekt për vetën.
edhe një pavarësi me vete. Zoti Altin, do flasësh? Po flas. Po vazhdo të Janë shishë, po rritur s'merr me... tarifat e pastrimit dhe i thanë dhe të tjerët. Po edhe taksa e tokave më thetë tash. Tash i qatë, ti ikin fara dhe ato 5 banorë që në fshatë. I keni rritë dhe tarifet e ndryqimit. Fshatë ti e di shumë mirë, kërëtar, i dritë tu, i dritë dhe matanash. Po, jo me pagujmë ne, po të pakët në vihen. O, zoti Latja, e pagujmë ne, po të pakët në vihen. Jo një këtu, një ati matanë. Po deshe, hajde shkojmë bashkë, i shofim. Kurse sa për këto që unë thash, to janë shumë të vërteta gjitha dhe ti di shumë ma mje se mu këto. Që deputetet e PS-s, bashkë me, që s'ka lidhe me pushtetit vendor, nuk ullum panel drejtues. I di shumë mirë. Ja, i di shumë mirë. Faleminderit, zoti. Po lene, faleminderit, o Fati, të lutem, Fati, lene debatet. Fjala për zotin Hektor. Përshëndetje të gjithëve, më falë. Nderuar zoti kryetar, nderuar koleg. Pikë pare. Duhet pranojmë diçka që është tepër e dukshme. Pra ju vetë dhe zotrind jeni përfaqësues këtu, domethënë në siglën e Partisë Socialiste. Ndërsa pjesa këtu është pjesa opozitare. Paradoksi është që ne flasim për ulje taksash, ndërkohë që ju, që frymën kryesore keni, çështje sociale dhe politika sociale, ju ngrini taksa dhe na keni dalë më të djathtë dhe më kapitalist se sa ne, të cilat kemi të linjën konservatore. Këtë gjë duhet ta pranojmë. Ju lutem, Partia Socialiste, jeni në atë singël, jeni të gjithë në atë singël. Pra politika sociale duhet të jetë prioriteti juaj. Dhe ulja dhe ngritja e taksave ka të bëj me dy parimet kryesore. O je konservator, se ne nuk jemi komunist, ne dim që shteti funksionon mbi rritjen e taksës, jemi forcë e cila është ndërtuar mbi familjet e pasura, mbi bizneset e tjerë, ndërsa ju jeni për shtresën e mesme dhe të varfër, paktën kështu funksionon në çdo vend botës, linja konservatore dhe e majt e djathtë edhe linja e majt socialiste, pra. Të paktën kështu funksionon në gjithë botën. Ne tani shohim që ne ngrem zërin për ulje taksash dhe ju njëkohësisht rritjen e tarifave dhe të taksave e keni politikë të vazhdueshme. Unë e di shumë mirë, ne nuk jemi komunist. Unë jam për ngritje taksash. Troç, unë jam për ngritje taksash. Një shtet nuk funksionon pa taksa. Por, këtu duhet bëjnë disa diferencime. Troç, unë jam për ngritje taksash. Por problemi është që i mbroni ju dhe i ngrini ju më tepër se ne. Dorisi ngriti një problematik e cila ka të bëj, do me thënë sepse kjo tarifa fikse, faktikisht është më lehtë për llogaritje, zoti kryetar. Problematika tjetër është që mba një armatë të tërë administrate publike. Dhe kjo është mënyra më e lehtë për ta vjel taksën, nuk lodhet shumë ekonomisti, vjet i tarifë fikse etj. Po ne kemi plot persona, se sot familjet janë duke atrofizuar, që jeton një person i vetëm, nuk ka ndërtuar familje, një rirë, etj, dhe të paguaj njësoj me një familje me 5 antar, ose një çift i cili s'po i konsiderojmë pensionistë, sepse shqyqyr zotit pensionistët janë përfshirë në këtë fash, edhe më pëlqen që ata mos paguajnë tarifa pastrimi dhe shtresat e marginalizuara, por ka familje në nevojë mbi të cilat bie barra fiskale kryesisht. Gjëja tjetër është një element. Biznesi i madh firmë ndërtimi dhe biznesi VIP në çdo vendodhje.
midis këtyre bizneseve, një firmë ndërtimi e dim çfarë mund të jetë ligurore etj, ndërsa biznesi i madh mund të jetë dhe industri e rëndë, mund të jetë kurumi etj. Dhe çuditërisht diferenca e taksës midis këtyre të dyjave është 0,3.5, 0,3.7%. Tani ka mundësi që të jemi pak më të drejtë. Ai që fiton më shumë duhet paguaj më shumë. Unë kështu e konceptoj, sepse ju, ndryshe nga taksa shesh e Sali Berishës, Edi Rama kur erdhi në pushtet në 2013-ën, vuri veton e tij ose qëllimin e tij fiskal te taksa progresive, besoj të gjithë e dini ju këtë. Tani këto aplikime të tarifave fikse mund ngjajnë me taksat e sheshta. Pra të jemi pak më të drejtë në këtë pikpamje. Do thua që është e vështirë të ndodh kjo, zotëri, ke një armat të tërë administrate publike, ti diagnostikojnë sa e kanë firmën e fitimit, të dhonat i merrni nga tatimet, etj, qoftë të tek bizneset, se tani po pagun hoteli soj me tabakinon. Qa ndoti tabakino 2-2? Në krahasim me një hotel, unë gjykoj që duhet ta keni parasysh të fakt. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Më fal. Nëse do të hapish kamërën, edhe herë. Zoja Bona, nëse do të hapish kamërën, do të shikosh që unë kam thënë faleminderit në momentin që ti tu në kokën që morove. Jo. Ka problem. Jo. Po vazhdo sot e aktor thash. Përshëndetje të gjithëve. Diskutimi i sotshëm ishte një diskutim që unë personalisht kam prit me angst të madh, çdo vit rritja e taksave është goditse, është si ulja e çmimeve për gratë në për këto supermarketet. Një gjë nuk kuptoj tek opozita. Kemi një opozitë mrekullueshme. Thot, bashkia ka punu keq sepse ka taksa të ulta. Duhet punoj më mirë të rrisi taksat. Dhe kjo është një lajm jashtëzakonshëm. Unë nuk e di ku janë mendjat këtu dhe ta japin këtë gjë. Ta rrisin më taksën për këtë. Është fantastike fare. Nuk jam ekonomist, di vetëm një gjë që ta arsyetoj. Di ta arsyetoj që së pari, nëse opozita do të kritikoj dhe të bëj retorik për procesin e taksave, le ta bëj për procesin e pjesëmarrjes publike. Nëse nuk kanë marrë pjesë në takimet publike për diskutimin e taksave, nuk kanë drejt të flasin. Së dyti, bëhet fjalë për performancë ekonomike të institucionit të bashkisë. Kjo është tjetër gjë, të lutem, të mbaroj. Po të mbaroj çik, po të mbaroj një herë. Po të mbaroj më shko ku dushti, në gjë dhe gjëra tjera. Tashti, ajo që s'kuptoj unë është që po flasin njerëz që ka një ndarje. Ne duam një bashki me performancë ekonomike. Shërbimet janë tjetër gjë. Shërbimet janë të kritikueshme, të gjithë i duam më të mira. Po performancën ekonomike të bashkisë, a e duam, po institucionin e duam më të fortë. Por që kjo ndarje administrative kërkon burime financiare nga do i gjej kjo bashki për të rregulluar të shërbime. Atëherë kjo mjafton të diskutojmë ose të votojmë nëse kjo paket fiskale e rrit performancën ekonomike të bashkisë, treguesit ekonomik të bashkisë, a i rrit, a e forcon këtë bashki. Dhe pastaj ne diskutojmë shërbimet, është një diskutim tjetër. Për këtë arsye, për këtë ndarje, unë propozoj që të hidhet në votim. Ndërsa për nuk të do replik, s'ka për me emrin. Jo, se e kuptova, kryetar, faleminderit.
duhet bëj një analistë të thjeshtë, ndoshta më të prekshme për qytetarët se sa për ne, të cilët e kemi kaluar si material, por me që kryetari i grupit Partisë Socialiste më ngacmoi, do t'i bëj një replikë të pak sekondëse. E para, nuk dëgjova nga asnjëri nga antarët e opozitës që morën, që parafolësit e opozitës që morën fjalën, që të jenë dakord me performancën, apo mos jenë dakord me performancën dhe të jenë dakord me ngritjen e tarifave dhe taksave. Pra që mos bëjmë loj fjalësh. Unë nuk e dëgjova këtë. Dhe këtë duhet të ta them Hektor, si mik, prandaj po ta bëj edhe replikën. Gjithashtu, jemi dakord shumë për rritjen e performancës, sepse për këtë jemi votu të bashkisë. Po kryetari i bashkisë që kur foli tha që jemi nga bashkitë e para, bile tha jemi bashkia parë me rritjen e performancës, tha, nga bashkitë e mëdha të Republikës. Pra, ne kemi rrit nivelet e performancës sipas kryetarit të bashkisë. Po pra, performancë ekonomike foli kryetari, se nuk foli për performancë për kështu fizike. Se ishin po ke njëta temë. Bravo, bravo. Që të kuptohemi, Hektor, për do ta ishte Hektor, të lutem, ishte replika e dytë që doja Respektoni shokun, lutem. Doris, të lutem, Doris. Doris, të Zoja lutem. Doris. Të lutem, pak. Doris, të lutem. Dhe e treta replikë që do bëja me kryetarin e grupit Partisë Socialiste ishte pikërisht ajo që sapo përsëri e përmendi me pjesë. Jo, tash nuk po më lejnë vëlla, tash. Po mirë, flet njani, flet tjetri, flet ti, unë s'po më lejnë, unë s'kam thënë një llafe kam thënë. Një fjali kam thënë tash. Dhe do ta bëj unë replikën o vëlla, sepse për ne për këtë punë kemi ardhur. Dhe nëse e keni me ngut, hajde. O burra, letrinë ato që se kanë me ngut. Se po flasim për jetën e qytetarëve, për ngritje taksave tarifave, tash hajde të flasim nga 1 minutë, 2 minuta. U kujtove mas 2 vjetësh ti më tregosh më 2 minuta. Po ja e kam edhe për replikë, sepse nuk mund ta lej pa replikë, sepse jam përfaqësues politik këtu. Dhe kam edhe për nuk Hektor. Kanë në dienin time antarët e Këshillit Bashkiak, si Majta, si Djathas, janë bërë pjesë e buxhetimit me pjesëmarrje. E para, e dyta, në buxhetimin me pjesëmarrjen, qoftë sa shfol për rritje tarifash dhe taksash, atëherë flasim ndryshe. Për asnjë sekond nuk ka shfol për rritje tarifash dhe taksash në buxhetimin me pjesëmarrje. Kështu që mos na heqat drejt që ai që s'ka qenë letiki, sa ai që ka qenë letri. Tash du të thash edhe një herë, du të bëj një analizë, më falësh për replikën, por me që më ngacmove, doja ta bëja këtë. Tash unë edhe në komision e mora fjalën edhe bëra një pyetje cilën e kam akoma peng dhe thash që në raste të tilla duhet bërë një analizë e thellë mbi ndryshimet që kërkon Bashkia për tarifat dhe taksat vendore. Dhe duke pas parasysh të kjo analizë e thellë, kisha parasysh të dy anët e medaljes. Ana se si performon dhe se si duhet performoj me këtë rritje e bashkia, pra rritja e buxhetit të bashkisë, dhe nga ana tjetër
se si mund neve që kjo që mund që si paket fiskale mund të bëhemi një barë për qytetarët e Elbasanit dhe për biznesin. I ka të dyja këto anë medalja. Dhe për të bërë një analizë kur erdha sot këtu sa më të këndshme, u konsultova dhe me disa nga grupet që janë të njësit ngjashme nga ne, këshilla bashkiake apo komunal si quhen, jo larg nga vendi jon, po nga Kosova. Prizreni është një qytet pak a shumë si Joni, që ka pothuajse po të njëjtën popullsi dhe ka pothuajse po të njëjtat zhvillime, me ato zhvillime që duam të bëjmë ne me turizmin, me kalan, atyre u ishe dash që të nxjerrë një draft kontrat për rregulloren mbi tatimet dhe tarifat, 3 vjet konsultime publike. 3 vjet. Jo 1 muaj konsultim për buxhetin dhe për, ku diun se çfarë është folë mirë, tha Jaltini, për partinë atje. Paketa e re fiskale, nga fillimi në fund është një barë e re e shtuar për qytetarët e bashkisë, si edhe për bizneset. U vu theksi shumë këtu që pastrimi, tarifa pastrimit. Në fakt këtu në material janë 7 pika, janë 7 grupe tarifash të cilat të gjitha janë të ngritura. Dhe jo vetëm ma me 20%, po keni edhe tarifat cilat kanë kaluar edhe 100%. Në qoftë se doni jo bëj me dije, po besoj që materialet i keni përpara, ka tarifa këtu të cilat e kalojnë edhe 100% nga ajo që kanë qenë. Do doja shumë që performanca e Bashkisë Elbasan të ishte në nivelet e duhura, do doja shumë që qytetarët e Elbasanit të ndjeshin performancën e mirë të bashkisë, por besoj që nëse anketohen qytetarët e Elbasanit, do t'i kemi të gjithë kundra për një performancë jo të mirë dhe jo të kënaqshme për bashkinë. Kështu që kam frikë se përveç se një paketë e cila do jetë një barë për qytetarët dhe për bizneset, është edhe një paketë për ata cilët e paguajnë. Pak e preku Dorisi për çështjen e se sa jemi në fund vitit dhe duam të dimë se sa jemi në mbledhjen e tarifave dhe taksave të bashkisë. Me sa di unë në një mbledhje apo 2 mbledhje më përpara, ne nuk kemi arrit 60% të mbledhjeve të taksave dhe tarifat të bashkisë. Kështu që është një pjesë e cila paguan dhe i rritet taksa dhe tarifa. E morova në kryetar. Kurse për çështjen e fundit që është bërë mirë që disa nga fashët e caktuara sociale janë përjashtuar nga tarifat dhe është për të komplimentuar edhe ky i zonjave që kanë bërë disa si me thanë amendamente për tarifat dhe ju kanë dhe stafi bashkisë është përgjigjur pozitivisht. Si përfundim do thoja që duke qenë se nuk jam optimist dhe shoh rritjen e paketave fiskale si një barë të shtuar për gjithë ne dhe për bizneset sidomos për bizneset, ku numri tyre ju dini shumë mirë që dita ditës zvoglohet, do jem kundra këtyre ngritjeve dhe do votojmë kundër. Faleminderit. Faleminderit. Zotë Kane. Po. Atëherë se kam gati gjysore që e kërkoj fjalën edhe të
paktën unë kam qenë prej atyre që ishën në komision dhe kam ngritur disa prej atyre që tha zonja Dorisi, shqetësime dhe sugjerime. Dhe kështu që më takon dhe të flasë dhe të bëj dhe atë përmbledhjen e fundit nëse s'do ketë njëri më. Tani këtu në radhë parë ose se keni lexu ose nuk është. Këtu nuk flitet për paketë fiskale, flitet vetëm për ndryshim tarifash. Paketa fiskale na vjen një muaj më vonë dhe ajo do të debatohet se ku do shkojnë paratë. Këtu të po flitet në nivelin thjesht të mbledhjeve të parave që ju duhen për paketën fiskale. Dhe po ju jap, sepse u morëm me shumë gjëra, shumë tek biznesi apo tek ato, kanë logjikë dhe më pëlqen disa pika aty që disa biznese që janë përcaktuar që sigurisht që janë ndotës të mëdhenj, le të tarifohen më tepër, sepse ato realisht ndosin më tepër, por ju nuk keni të drejtë i rrisni qytetarëve të Elbasanit 24%, se u tha për 20%, është 24% rritja për 23.636 familje qytetare të qytetit Elbasanit, që ta kenë të vëmendjen qytetarët dhe fshatarët. Kurse për fshatarët është 12.3, 15.570 familje. Dhe vlefta totale që është vetëm në qytet, sepse nuk arrit ata llogarisja për fshatin, në taksa që ju do të mlidhni, 4.000 lekë që thatë se në kryetari e quajti diçka kështu se ndoshta për buxhetin e familjes ti nuk është asgjë 4.000 lekë për pastrimin dhe 3.000 lekë për ndriçimin, por janë 7.000 lekë, po të marrë vetëm të dy tarifa, pa futjerat, që do vinë në mënyrë indirekte, që ju e kam thënë nga biznesi, sepse këtë koncept unë e kam se jam biznesmen, kështu që çdo rritje taksash në mënyrë indirekte si edhe ky qytetarët rritje kostos. Dhe një që po ju përmend është ajo që do të vini tarifim për kalimin e linjave të internetit dhe shërbimeve të celularit. Dhe kjo në mënyrë indirekte do të sjellë rritjen e paketave të çdo qytetari të Elbasanit, që ta dinë se çfarë rritjesh do kenë. Dhe vetëm për 23.634 familje, ju do të mlidhni 165.438.000 lekë të vjetra. Vetëm me këtë rritje taksash. Pa shtuar se sa është komplet rritja taksës, po vetëm me këtë 7.000 lekë që do t'i merrni më tepër, shiko sa do t'i fusni duart tek familjet qytetare. Dhe unë me këto e kam shqetësimin, sepse këto janë edhe njerëzit që juve para 2 vjetësh i keni kërkuar vot besimin. Dhe në konsultim publik, për shumë nuk e di për tjerë, po për vete që kam marrë pjesë tek lagja ime, nuk u fol fare për rritje tarifash. U fol që bashkia do të bënte aq punë të mira sa që unë më duk vetja të thoja si puna saj Barsaletës duhet jetoj në Elbasan. Nga ato gjërat bukura që dëgjova te konsultimi publik. Dhe për fat keq aty nuk ishte asnjë qytetar, ishte gjithë administratë dhe patronazhist, se unë i njihja të gjithë. Ky është konsultimi publik për ta thënë në vije të shkurtra. Dhe që ta sintetizojmë sepse u fol tu akuzuar djathta. E djathta është gjithmonë për taksa të ulta. Dhe këtë e ka demonstruar Partia Demokratike, se po marrë në mbrojtje atë që unë nuk kam qenë pjesë e Partisë Demokratike në atë kohë. Taksa shesh demonstroi një shtim numri bizneseve, shtim të popullsisë, rikthim të emigrantëve. Taksa progresive dhe këto taksa që rriten çdo 2 vjet, se po ju rikujtoj që në 2023 i rritët prapë po me 20%, dhe po i rrisnim përsëri ndryshimi i shpeshtë i taksave, sjell shpopullim, sjell varfëri dhe për të thënë dhe atë që tha kryetari që ne apo shumë prej opozitës që po bëm punë me superlativa për bashkinë, mjafton dilni nga dera bashkisë, djathtas keni kujdes se mos rrëshqisni, se unë desh rrëshqita, këto janë punët e mira të bashkisë. Dhe po ju kujtoj rrugët. Në 20 e ca vjet, 30 vjet, në Elbasan unë nuk di që t'jetë bërë një rrugë. Më falni, se është vetëm njëra, është ajo që të çon në botën tjetër. Vetëm atë e keni bërë, rrugë të re. Ajo është rruga më e re që ka bërë bashkia, kjo është performanca. Kështu që unë votoj kundër për të gjithë të arsye dhe i them qytetarëve Elbasanas që të shtrëngojnë rripin sepse partia ka nevojë për pagat që do të rrisi për se më fal se edhe një pikë tjetër kisha. Dhe kjo rritje po vjen thjesht për të mbuluar pagën që juve do të rrisni pagën minimale dhe ta trumbetoni në zgjedhjet e ardhshme që ju kam rrit. Me taksat e qytetarëve ju do rrisni rrogat, sepse rritje ekonomike nuk keni, se nuk ka shtim popullsie dhe nuk ka ndalim të
sepse ju kam thënë shumë herë, vi nga fusha biznesit, nëse njerëzit emigrojnë nga një vend, nuk ka zhvillim ekonomik, do të thotë që ka regres në vend, se një qytetar nuk ka pse le vendin e tij dhe të shkojnë vend tjetër. Kaq kisha për performancën e bashkisë dhe të qeverisë. Zoti, po. Drejt që të shikoj gotën bosh. Ndërsa pozita do të shikoj gotën plot, sigurisht. Edhe ky debat veçanërisht bëhet në ku miratohen buxhetet. Që është e vërteta gjithmonë, ndërsa unë parashikoj gjysmë plot, si më thonë. Unë nuk jam dakord fare me ato që u thanë këtu nga opozita. Nuk është aq e zezë situata. Situata nuk është se është e perfekte dhe është e mirë, nuk është atje ku duhet të ishte ose ku mund të ishte, por nuk është kaq e zezë situata. Për mendimin tim. Tarifat, të lutem, unë nuk të ndërpreva, asnjëri nuk ndërpreva. Tash dy fjalë kam për të thënë dhe tani tarifat sigurisht që janë rritur. Por tarifat do rriten në mënyrë proporcionale me rritjen e qytetit, me përmirësimin e jetesës, sepse njerëzit konsumojnë më shumë, veçanërisht e plerat, konsumojnë më shumë, bëjnë plera më shumë, ndotin më shumë etj etj. Dhe kërkojnë njerëzit në rritjen e mirëqenies kërkojnë një sjellje më qytetare, më të përsosur ndaj tyre. Kështu që bashkisë, domethënë i shtohen detyrimet ndaj qytetarëve dhe ato detyrimet duhet plotësohen me një farë buxheti. Nuk është e vërtetë që në fshatat s'ka në komunat, ish komunat, si më thonë në njësitë administrative të zonës rurale, nuk ka. Në të gjitha njësitë administrative ka ndriçim. Dhe ndriçimi është mirëmbajtës. Në raste të veçanta nuk ka pas se u dojt një llampë ashtu, po ku do që shkon në për takime në për zonat rurale, ata të kërkojnë vendosje llamba, se ndriçimi është bë dhe është bë shumë mirë. Nuk është bë keq, po gjithsesi edhe këtu ajo bëhet me lekë, se s'bëhet jo pa lekë. Duhet vinë këto lekë. Prandaj, pavarësisht nga dobësit, unë jam dakord dhe me ato që u thanë këtu, që ka vend për përmirësime, veçanërisht në mënyrën e vlerës taksave, për shembull një familje që ka shumë duhet paguajë më shumë, një familje që ka më pak, që ndot më pak duhet paguajë më pak. Kjo është mund ta shikojë bashkia në të ardhmen, por unë jam tani që ky buxhet, këto tarifa që vendos tash, janë tarifa të arsyeshme, nuk është se i vejnë thikën në shpinë, por janë tarifa që të përballueshme dhe propozoj që ta miratojmë këtë projekt. Ju falenderit. Atëherë, falenderit zoti Bukurosh. Ka një propozim nga anëtari i Këshillit zoti Afrim dhe kalojmë drejt në votim. Afrim, shkurt sakt. Por do kërkoja mirëkuptimin e gjithëve për një propozim për një ulje tarife, e cila është për njësi edhe që dëmton ata që merren direkt me bujqësinë. Jam për uljen e tarifës për ujitje me kanal të hapur nga 330 lek në 300 lek, sepse kjo do të rrisë koston e prodhimit, pasi vaditja bëhet shumë herë gjatë periudhës, sezonit, dhe do të rrisë kostot për njësi. Për këtë tarif, e cila ndryshe nga tarifet e tjera që paguhen një herë në vit, kjo do paguhet për njësi dhe sa herë është shpeshësia e vaditjes. Faleminderit. Lutem. Tashi, marr shkas nga propozimi i këtij kolegut. Me që po i vini barën kurriz fshatit për pastrime, gjelbërime, gjëra që janë pas sens për mua, po ju do e miratoni se keni votat. Për sa i përket vaditjes, jo vetëm te kjo ta lini në nivelin që ka qenë tarifën, po dhe ajo tarifa që të vadisësh me pompën tënde duke paguar energjinë elektrike shtetit, të rritet, mua më duket nonsens. Kështu që te vaditja shtoheni propozimin të zotërisë dhe propozimin tim,
që vaditja të rritë në të njëjtat tarifa që ka qenë, e në qofshi burrat i ulni akoma. Zoti Murata, ajo me pop është një zë që duhet të jetë thjesht sepse do të tregohet. Po unë nuk të lutem, nuk di që vadit njëri aktualisht me pop. Po është një zë që është futur thash edhe inshallah po tentoj që të vadis. Ke ullit. Edhim votim paketën fiskale. Kush është po? Kush është pro? Po. Ose bim shumë parim sepse nuk është shkruar si atje dhe nuk del. Po, sepse nuk është shkruar. Ky propozimi i afrimit. Derisa ka kosto çdo tarif duhet ka. Kush është pro propozimin që dha dhe zoti Murataj? Tu ulet çmimi ke vaditja me pompë, një kohë që s'ka fare. Ka bërë kosto tjetër e ka studiuar ata shoh. Po nuk ka. Çfarë propozon ti? Ata është studiuar një tarifë. Okej. Unë propozoj rrëzim me paketës. Dy ndryshimet. Po, zoti Afrim, ju lutem, zoti Afrim ishte konkretisht, nga 3.300 bëhet 3.000. Zoti Murata i thot, mos rritet vaditja me pompë. Pra është një propozim tjetër, ke zëri që ka aty ke paketet fiskale, që mos e kam parasysh se sa është, si që është. Po s'është marrë vaditja me pompë aty. Po pritet pra nuk e di, sa është sa u bën? Po mi më që lidhje ka, për sa kje sa është, sa u bën? Nga 100 është 200. Pra ta po them, pra dhe ky propozime edhim, edhe jemi dakord të hiqet dhe ky. Jo, nuk ka lidhje ma ajo. Flasim për dy fshatarët. Atëherë, hapet votimi për paketin fiskale me dy ndryshimet që propozon shokët. Kush është pro? Kush është pro? Hapet votimi. Ju lutem. Edhe herë. Hapet votimi, të nderuar këshilltar. Hapet votimi për miratimin e paketit fiskale me dy ndryshime që u propozuan. Hapet votimi. Si? Po e hoqim lam 3.000 lekë, pse? Po pse ka lek 3.000 lekë? Ka një studim, ka një kosto. Ai që e ka renatuar dhe ka punë kemi diskutuar, ka një kosto. Po voto kundër me çfarë them? Kundër ka votuar atë, ti ke grup, vendim grupi ju. Atë të nderuar anëtarë të Këshillit Bashkiak, faktikisht është shumë e rëndësishme që diskutimet që bëhen në këtë sallë janë diskutime potenciale dhe diskutime profesionale. E them të për gjithë diskutimet që janë bërë deri tani. Duhet të preke pak propozimin që bëri Afrimi, normalisht bëhet fjalë për mos rritur tarifën e vaditjes.
Po, sigurisht. Para se po normale, po. Është rrezuar. Tash. Mita. Nuk ka kaluar, o Luke. Duhet ta ketë ekranin përpara që ta shohë. Mbyllet votimi. Mbi miratimin e listës së moror të familjeve që përfitojnë subvencion qeraje për vitin 2026 në qytetin e Elbasanit. Në komision ka kaluar dhe është diskutuar? Kishte një të veçantë? Jo, realisht kjo Listat e keni pro? Bashkia Elbasan ka aplikuar pranë Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit për përfitimin e fondit të dëshpërbërjes për subvencionimin e qerave për vitin 2026 për familjet që futën programe sociale strehimit. Subvencionimi përfshin individët që dalin nga sistemi për kujdeses alternative që janë listuar këtu në relacion, kush janë kategoritë që përfitojnë. Për këtë është bërë njoftimin e media, Komisioni i Shtrehimit ka hartuar proces verbalin për katës dhe ka rezultuar që përfitojnë 292 familje me një fond prej 26 milion e 350 e 849 që janë nga Ministria e Financave, që mbulon 70% dhe 30% i mbulon bashkia me 11.293 e 6 lekë. E hapi, e edhe në votim, ka një... Po që të zjasim, ka një problem, listët e keni gjithë para, e edhe në votim, hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro. Kalojmë ke pika tjetër, detajimi i shtesës fondit për shërbimet mbrojtjes së zjarrit. Edhe kjo në komision është diskutuar e dite. Ka një shefqet. Në bazë të vendimit të fundit të qeverisë për shpërblimin e zjarrfiksave për ditët që ata janë përballuar me zjarre, duhet të jepet një shpërblim personel të angazhuar për këto ditë. Atëherë qeveria ka akorduar Bashkisë Elbasan 2.883.000 lekë shtesë fondi, të cilët do përdoren për shpërblim dhe diferenca nëse mbetet do përdoren për investime po tek zjarrfikset. Nga për llogaritjet e bëra, një pjesë është mbuluar dhe nga pagat e vitit 2025, rezulton që ka një tepris fondi që është 215.800 lekë, të cilët drejtoria përkatëse e përbozon për zërin investime. Kjo janë blerje kit sharre elektrike me bateri dhe
grepa zjarri dinamik me 4 pjesë. Pra, është përdorur gjithë fondi, pra pjesë më e madhe është përdorur për shpërblimin e zjarrfikseve dhe diferenca për investimet po brenda sektorit zjarrfikseve. Fjala për zotin Muradaj. Propozimi im në këtë rast është që shpërblimi për zjarr fikse të detajohet për ata që kanë luftuar zjarrin dhe për ata që kanë larë markatën. Se kur ra zjarri, e kemi të faktuar nga vetë faqja e bashkisë, një pjesë e zjarr fikse po lanin markatën. Kështu që detajoheni këtë pagesën, shpërblimin, ata që kanë luftuar me zjarrin dhe ata që kanë larë markatën, sa i përket grepave, na duhen ca grepa të peshkojmë ca qyqara atje në zjarr fikse që po vjedhin qytetarët e Elbasanit me nga 10.000 lekë, 20.000 lekë duke shpërndar certifikatat e MZSH-s. Faleminderit. Atëherë hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 32, abstenim 3, kundra 2. Kalon dhe kjo pikë. Pika 8, për korrigjimin e vlerës financiare të dëmeve të shkaktuara nga dëmet e banesave si pasojë të shitjes për zotin Pren Mihal Berdufi, fshati Strestan. E njëjta që ndodhe pika 9, 10, 11. Pra janë 4 raste, familje ndryshme, jo në grup, ka se kush vendimin e vet. Është për djegje e zotit Meftar Ibrahim Dervishi në fshatin Ziprak. Po për zjarr është dhe familja e zotit Hysen Sali Pisha, banori fshatit Benj. Për rëshqitje është familja e zotit Hasan Xhevit Muzhaqi, banori fshatit Polis Vogël. Pra janë 4 raste. Doni, po? Këto janë dëme, këto janë dëme të shkaktuara para vitit 2019, është bërë dokumentacion përkatës, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile kërkon një konfirmim për të shpërblyer, por gjatë procedurave komisionit përkatëse të ngritur më parë, kanë bërë dhe gabime teknike se i pjesë janë referuar manualit të ndërtimit të vitit 2015, kur përfshirë dhe TVSH-ja, e cilat TVSH-ja bjen ndesh me vendimin 329, dhe është ngritur një komision tjetër që ka riparuar korrigjimet e nevojshme. Korrigjimet janë në bazë të kodit procedurave administrative dhe është mbështetur në çmimet e endit kombëtar të banesave dhe dalin diferenca shumë të vogla që nuk ngren pesh specifike, nga 1-2% më shumë. Pra të gjithë 4 rastet janë korrigjimet të nevojshme që duhen plotësuar, që t'ia çojmë Ministrisë Përkatëse të bëjë likuidimet e nevojshme këtyre familjarëve. Tre familjarë nga këta i njoftë, domethënë edhe zoti Muzhaqi dhe Pisha, po edhe Dervishi. Problemi është se 2 nga këta kanë vdekë pse nuk u bën kohë, domethënë. Edhe këtë doja me thonë. Pse nuk u bën kohë ti. Po pjesë më të madhe sqaroi dhe Shefqeti, unë doja që to të kalojnë gjitha, besoj dhe ato 2 familje tjera do të njëjtë gjë. Edhe nuk e kam fare për politikë, është e vërtet kjo që po them. Okej, kush është? Hapet votimi. Atëre, i lem fjalë. Atëre, hapet votimi për pikën 8, për zotin Preni Mihal Berdufi. Kush është pro? Është hap votimi, Mbyllet votimi. 37 pro, as senim 0-0, shumë. Për pikën 9, për zotin Meftar Ibrahim Dervishi. Për Ziprakës, hapet votimi. Mbyllet votimi. 35, një abstenim.
Kalon dhe pika. 9.10 për Hysen Selim Pisha, banori fshatit Ben. Hapet votimi. Pro. Mbyllet votimi. 35-1-0. Kalon dhe kjo pik. Për zotin nga rëshitja zotin Hasan Gjevit Muzhaqi, polisit vogël. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Trethe 4-0-0. Kalon dhe kjo. Po lemëq. Ka vendos Una. Unë po s'ka votu Eva. S'ka problem, unë mbyll 34. Kam konflikt interesi, kam pas sekretar. U miratu edhe pika 11, kalon ke pika 12 për miratimin e kriterëve midisore dhe vizuale për licencimin e mjeteve taksi 4+1 në Bashkinë Elbasan. Kush relaton këtë? Kush relaton? Kush se shof, e? A Klodi, e? Afro manesës. Ti... Mu të shkosh atje, Klodi? Jo, s'hape atë, e? Për miratimin e kritereve midisore dhe vizuale për licencimin e mjeteve taksi 4+1 Bashkinë Elbasan. Nga janari 2026, licencat për operator të ri 4+1 mendojmë të japim mjeteve green, mjetet elektrike dhe hibride. Kurse sa për licencimin e mjeteve aktuale, do licencohen mjetet që janë më të vjetra jo se 15 vite ka viti prodhimit. Pasi janari 2030 nuk do të lejohet më licencimi mjeteve jo green. Janë rreth 30%. Rreth 30% mjete. Tashi, se kjo historia me taksistët nuk e di pse her pas here do duhet krijojmë situata artificiale. Dhe kjo kam përshtypjen që edhe nga vetë deklarimi i zotërisë që 30% e taksive janë mbi 15 vjet, prap do krijojë një situatë aty. Tashi unë mendoj që në rast se ne privojmë të drejtën e licencimit subjekteve tregtare që kanë kaq vite operim, që mirë keq i kanë shërbyer qytetarëve të Elbasanit. Minimalisht kjo duhet shoqëruar me atë, siç thoshte kryeministri, garanci sovrane që këta të ndryshojnë mjete. Se nuk i dim kushtet ekonomike si i kanë. Nuk e dim si kanë pasqyrat financiare. Pra, analiza për miratimin e kritereve të reja, ndërkohë që kemi 30% flot të amortizuar dhe të vjetër, duhet, mendoj unë, ose shtyheni, dhe ta plotësoni gjën, që bashkia të gjendet në krah atyre dhe për të ndryshuar mjetin, qoftë duke dalë si garant për të marrë një mjet të ri, se mbase si kanë mundësit për blerë mjete të reja, por a priori, thjesht neve vim këtu, votojmë që këto mos jenë më në treg, mos i rinovojmë licencën, sigur. Po pra, e qartë pra deri në 2030, po deri në 2030 ai nuk e ndryshon makinën sot për nesër. Se edhe për të marrë makinë me leasing, ke procedurë 3 mujore. Ashtu. Tani, unë po të them që kjo gjëja, se makinat e reja kuptohet me hyrjen fuqi të ligjeve në, sidomos për këto elektrike, thotë që në janar do rriten shumë vlerat e mjeteve elektrike. Se këtu po synohet, shkojnë të mjetet elektrike. Po dakord pra, tani duhet ketë një suport, po themi, garantor bashkia për një subjekt që ka kaq vite që operon? Pra, gjykojeni, shqyrtojeni këtë mundësi që bashkia të dali garant për rinovimin e këtyre flotave. Për ata që s'kanë mundësi, për ata pastaj që kanë pasqyra financiare
me vitim të vazhdojnë. Okej. Mirë, Okej. Mirë, fal diskutimeve që ndonjëherë diskutimet dalin dhe nga konteksti, por ajo që do të kuptojmë te kjo mas, këtu kemi të bëjmë me përmirësim kriteresh. Nuk mund ta marrim as ndryshim, po përmirësim kriteresh, që do thotë impakti këtu është në mjedis. Ajo që duhet punojmë dhe të parafrohemi standardeve të Evropës dhe orientimeve që jep Evropa, është të ndotim sa më pak mjedisin ton ku jetojmë. Dhe ky është impakti i këtij vendimi që ne po marrim sot. Pra, varet nga këndvështrimi si i shohim dhe si i kuptojmë gjërat. Sigurisht mund të ketë impakt të dëmshëm ekonomik tek disa taksi që s'mund të blejnë një mjet më të ri, por për këtë është lënë një periudhë deri në 2030. Pra ka 5 vjet të reflektojnë për ndryshimin. Pra, çdo mas, por që ndikon, ka një ndikim më të madh për banorët dhe për komunitetin ku ne jetojmë, është shumë e rëndësishme dhe të shihet në këndvështrimin pozitiv dhe siç duhet. Zotë Luti, kisha unë diçka, po. Kisha diçka për të thënë të kjo pikë. Jo, për sa i përket se isha dhe ke komisioni, për sa i përket kësajt që po bën bashkia për të kaluar drejt greenit, jam dakord dhe me të licencave që se e pyeta drejtoreshën që ishte aty dhe më tha që licencat do t'jepen vetëm për kompani, nuk do të ketë më për individ, kështu që edhe qytetarët nëse duan të informohen, ta kenë këtë informacion, nuk do të ketë më individ që do të operojnë. Por unë kam shqetësimin tek ato që janë aktualisht dhe i bashkohem shqetësimit të zotit Murataj dhe propozova dhe tek komisioni që bashkia, me që ju e quajtut paketu, po kjo s'është paketë, paketa fiskale që do të vi, të shikoni një zë aty, po e bëj propozim këtë, që për taksigjit që janë aktualisht, sepse unë ato e konsideroj kontributor për kaq i vitesh në atë profesion, me ato makina që kanë pas, me ato mundësi që kanë pas, ja kanë ofruar qytetarëve një shërbim cilësor apo jo cilësor, e kanë vendosur vetë qytetarët nëse i kanë marrë si kanë marrë. Kjo është çështje tregu. Por ju të përcaktoni një, sepse jo të gjithë ata mund të jenë të mundur të blejnë një makinë green, apo të bashkohen, apo të piqen, dhe ose bashkia tjetër që kanë propozim që ato t'i marrin në një konsultim publik, të vërtet, jo nga ato që bëhen, dhe t'i propozohet që ato individualisht të fillojnë të mendojnë që të bashkohen dhe të bëhen kompani, mos mendojnë që do të veprojnë individualisht, sepse mund të jenë edhe të painformuar, dhe gjenden para fakti që kur vjen momenti i skadimit ligjit, ai thot pastaj ngela pa punë, kupton, dhe na dalin protestë siç dolën para ca kohësh dhe na hapen probleme sociale. Kështu që shikojeni tek paketa, sepse parat i keni, mundësit i keni, mjafton vetëm një vullnet dhe një bashkëpunim për ta. Kështu që të bashkisë do të kemë parasysh edhe sugjerimet e juaja. Sot projekt vendimin jemi detyruar ta hedhim votim. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Njëzet pra, abstenim 4, kundër 2. Dhe ky vendimi 13 kalon. Pika 13, relacion për transferimin e aseteve të Agjencisë Mbikëqyrjes së Kontrollit tek Agjencia e Shërbimit Publik Rural Bashkinë Elbasan. Ka një, është një ndryshim i miratuam dhe muajin e parë,
por gabimisht është lënë harret sepse disa punonjës të Agjencisë Mbikëqyrjes dhe Kontrollit kanë kaluar nga Agjencia e Shërbimit Rurale dhe në bashki. Por bashkë me personë që kanë kaluar me inventarin e zyrave. Dhe inventari i zyrave isha harruar të kalonte muajin e parë dhe kam sjell tani drejtoria përkatëse, pra bëhet kalimi i aseteve të zyrave përkatëse që kanë këta punonjës që kanë kaluar nga agjencia në agjencinë tjetër rurale dhe në Bashkinë e Elbasanit disa punonjës. Po. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 26 për, abstenim 4, kundër 2. Kemi pikën 14 për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit midis Bashkisë Elbasan dhe Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Ka qenë një vit edhe ka një propozim që të bëhet 3 vjet, ose ka qenë një vit, u mbyll. Është dhe përfaqësuesi, po zot Jasim, po nëse dosh. Atëherë, përshëndetje. Në vijim të bashkëpunimit ose të marrëveshjes që Bashkia e Elbasanit ka me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës për ndihmën që jep bashkia jonë në matje dhe në plotësimin e dosjeve të qytetarëve për të bërë sa më shpejt legalizimet, ne e menduam të udhës që ta bëjmë marrëveshjen deri në 2028-ën, që mos ta përsërisim vit për vit, se atëherë përfundon dhe afati ligjor i përfundimit të legalizimeve. Si viti parë që u mbyll, domethënë marrëveshja parë që u mbyll, pasi unë një muaj e pak kam drejtor në drejtorinë e legalizimeve, ju jap ca statistika të vogla. Bashkia e Elbasanit ka realizuar 303 matje dhe këto janë kthyer në vendim me legalizim, janë kthyer 62 matje. Në proces matje janë dhe 32 të tjera. Pjesa e mbetur është në proces pune në ASHK-n. Këto janë statistikat e vitit të parë të Bashkisë Elbasan. Për një pyetje tani. Po. Vetëm gjë që unë kisha të kjo pjesa e bashkëpunimit. Bashkia luan thjesht rolin e matësit këtu apo bën dhe incentivën që ndihmon në proces ose ato që janë harruar si dosje? Atëherë, Bashkia e Elbasanit në bashkëpunim me ASHK-n vendosin për zonat prioritare dhe ne jemi drejtorinë ndihmëse sigurisht, se pasi vendimin e legalizimit në fund e merr ASHK. Ne jemi ndihmës në terren për procesin e matjeve dhe duke përgatitur planimetrit e shtëpive. Logjikisht, po. Logjikisht, kur thua që jemi ndihmëse, do të thotë që udhëheq lokomotiva është ASHK-ja. Teorikisht, ta mbaroj. Që do të thotë, kur lokomotiva është institucion tjetër, i bie që ta kërkojnë ata marrëveshjen. Marrëveshjen e keni kërkuar ju apo ata? Atëherë, për sa i përket marrëveshjes, unë nuk kam qenë në atë kohë kur është bërë marrëveshja, se është bërë një vit përpara, unë kam qenë në njësinë administrative, por nuk është lokomotiva ajo. Duket si lokomotiva, pasi firmën e fundit e ka ASHK-ja. Po kjo është një marrëveshje dhe e vendosim të dyja bashk, sepse kush është ose cila është zona prioritare ose cilës zonë do t'i japim prioritet që ka më shumë probleme ose më shumë legalizime të pabëra. Faleminderit. Para priftit dihet që duhet poja të dyve, puna është kush bën rregullat. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 27, 2 abstenim, 2 kundra. Pika e punit është për miratimi i planit të aktiviteteve të konsultime për buxhetin e Këshillit Bashkiak. E keni aty të gjithë, kjo është një praktikë që bëhet për çdo vit. E kërkon të hidhet në të miratohet. Kemi gorma të vogla atë. Hap Votohet? Se di votohet? Hapet votimi.
Atëre, mbyllet votimi? Edhe i sekond do më gjoni. I sekond më lëvizë, se do ikim shumë shpejt. Pra, mbyllet votimi? 28 pro, nuk ka abstenime. Atëre, dy gjana. Një njoftimi kemi për nesër, për festat e nëntorit, nesër në orën 10. Edhe po pas nesër, 29, tek përrezet dëshmoret. Pra jeni të mirë pritur të gjithë. Njoftimi i dytë është deri në darkë na bëni një konfirmim të gjithë jemi dakord pak në si kryesi dhe si konferencë kemi dakord që tikin deri në Prizren për të bërë një vizitë pune. Ne do hartojmë një program se çfarë do konsultojmë me ata, nëse kanë një sugjerim nga juve, pse jo. Do jetë vetëm një natë 24 orë. Do jetë një 24 orë. Do shkojmë në Prizren. Do mendoja do ishte një nga ato, do ishte buxhetimi, shkëmbimi eksperiencë, buxhetimi me pjesëmarrje dhe ata. Një tjetër do të ishte kjo do t'ja them, domethënë e para a jemi dakord sa si qytetës do të planifikohet gjithçka, që rregullohet, edhe do t'u themi edhe datën sepse do t'ja çoj dhe grupi. Pra jemi dakord? Hajde, punë mbar. Konfirmimi kur do japim datën. Pra vitri. Ha, zoti. Do në i blu sot ty, dhe çdo të bëjmë ndryshimin e paketës, ngjitet më kalumarë. Kjo është fare.